Institucionit ku punoi mbi 4 vjet ja deformon përkatësinë. Jack Smith, i cili udhëhoqi hetimet dhe ngritja këtë akuzat për krime lufte pranë gjykatës speciale për fshirat ndaj 4 së UÇK-s, tha që Veseli Selimi e Krasniqi i referohet gjykatës së Kosovës si tribunal për krimet e luftës i Bashkimit Evropian. Nga tresën, ish kryeprokurori i ZPS-s e bëri parantarëve të Komitetit Gjyqësor të Kongresit Amerikan gjatë dëshmisë me dyert të mbyllura mbi hetimet e tij kundër presidentit Donald Trump. Në rrëfimin që u deklasifikua në ditën e fundit të 2025-s, ku Smith përpiqet të provojë se hetimet ndaj Trump ishin të motivuara politikisht, e përmend shpesh angazhimin në Hag. A i thotë të mos jetë interesuar për hetimet për 6 janarin ndaj Trump deri më 18 nëntor 2022 kur dha dorëheqje nga zyra e prokurorit të specializuar dhe kur personi që do të bëjë zëvendësi Jack Smith në hetime, JP Cooney, do të shkonte në Hag për ta informuar gojarisht Smithin për faktet që posedonin kundrejt trazirave në Capitol Hill dhe Trumpit. Mirë po sa ishte ende në detyrë duke ndjekur hetimet ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve, kryeprokurori atëhershëm kishte qenë vetë në Washington DC për të folur, siç thot, ekskluzivisht për specialen. Me këtë zbulohet edhe si bëhej raportimi i tij për punën në gjykatën e Kosovës. I flew to the United States from The Hague. Fluturova drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Haga dikur ka fundi tetorit dhe takova prokurorin e përgjithshëm dhe Lisa Monakon në fund të tetorit të 2022. Ky nuk ishte një takim, ishte i ndarë. Isha në departamentin e drejtësisë, takova Lisa Monakon dhe pastaj një takim ndaras me prokurorin e përgjithshëm. Smith thot të mos ketë folur për Donald Trump në asnjë takim. Dhe cila ishte tema në të dyja takimet me zonin Monaco dhe ai me zotin Kapper, si dhe zotin Garland. They asked me about my work in The Hague. Më pyetën për punën në Hag dhe do të shtoja se gjatë të njëjtit udhëtim isha në divizionin për të drejtat e njerëzit në departamentin e drejtësisë për të folur për punën që bëja në Hag për departamentin e shtetit. DOJ about the work I was doing in The Hague for the State Department. Kjo është të gjitha, krejt çka folët ishte puna në Hag. My work in The Hague sort of like Puna ime në Hag dhe përvoja ime si prokuror dhe përshtypjet e mia mbi punën. Nuk kemi folur për këto hetime. Tek sa jep arsyet pse pranoi ta ndiqte penalisht presidentin amerikan para Kongresit, Jack Smith për herë të parë zbulon si ndihej sa punonte në speciale dhe pse e la punën. I really love my work in The Hague. Unë me të vërtetë doja punën time në Hag, por për arsye familjare, nëse do të vinte mundësia e duhur, nuk është se isha i dëshpëruar për të kthyer, por nëse do të vinte një mundësi e mirë, doja të kthehesha. Kjo është një prej arsyeve që i fola me zotrin Miller. Punën e Jack Smith në Hag i emruari për çështje speciale i presidentit Donald Trump, Richard Grenell, e ka cilësuar disa herë të turpshme. Ndërkaq ndaj vet Trump, Smith i pushoi hetimet penale për përmbysje të rezultatit zgjedhor në 2020 dhe për keqpërdorim të dokumenteve të klasifikuara 2 muaj para se ai të betohej si presidenti i 47 i SBA-s.